Në sheshin Iliria në Tetovës së dërshënuar Dita e Evropës, organizuar nga ana e komunës së Tetovës. Pas performancës së orkestrës së Universitetit Shtetëror të Tetovës, fjalim para të pranishmëve kanë mbajtur kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Rifi dhe ambasadori i Slovenisë në Republikën e Maqedonisë. Dëshiroj që ditën e sotme ta quaj Dita e Europës dhe në të njëjtën kohë të them që sheshi i qytetit të Tetovës do të jetë qendër e shumë manifestimeve të kësaj natyre, manifestime të cilat ne do të na kujtojnë jo vetëm ditë, po edhe admërinë tonë të përbashkët europiane. Ambasadori sloven Rakovec theksoi se vendi i tij e përkrah Maqedoninë në rrugën e saj drejt eurointegrimeve dhe shfaqi shpresën se shumë shpejt edhe Maqedonia do të jetë antare barabartë në Evropën e Bashkuar. Programi më pas ka vijuar edhe me disa aktivitete të ndryshme si prezantimi i pikturave me motive të Bashkimit Evropian të vizatuara nga studentët e artit figurativ të Universitetit Shtetëror të Tetovës, loja ping-pong nga qytetarët e Tetovës, cross vrap nga nxënësit e gjimnazit Kiril Pejqinović, parakalim me biçikleta. Janë mbjellur lule të kaltërta dhe të verdha në sheshin Iliria, ndërsa më pas ka vijuar dhe festivali i xhezit.